Situata në Partinë Demokratike pas zgjedhjeve të 11 majit nuk është më e mira, pasi edhe një herë sipas rezultatit të certifikuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, do duhet të qëndrojë në opozit, por brenda kampit blu ka edhe sfida personale, siç është rasti i kandidates për deputete në Durrës, Andja Ulliri, e cila ka depozituar një ankesë zyrtare pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ku pretendon mandatin e deputetit Arjan Doja. Në kërkesën e saj, Ulliri, e cila garonte në listën e hapur, thekson se renditja e kandidatëve fitues, siç pasqyrohet aktualisht në faqen zyrtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, nuk respekton përfaqësimin gjinor të përcaktuar qartë në kushtetut dhe në kodin zgjedhor. Veprimi juaj për të shpallur të zgjedhur zotin Arjan Doja, i cili është renditur i pari në listë me vota parapëlqyese, është në kundërshtim me ligjin dhe përbën një shkelje të parimit kushtetues për përfaqësimin gjinor në rastet kur nga renditja nuk rezulton, që duke filluar nga kreu i listës, 1 në 3 emrat të saj i përkasin gjinisë më pak të përfaqësuar, atëherë kandidatja e tretë në këtë listë dhe në vijim, 1 në çdo 3 emrat të saj i përkasin gjinisë më pak të përfaqësuar, sipas numrit të votave që kanë marrë. Interpretimi i bërë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është i pambështetur në ligj dhe në asnjë vendim të Komisionit Rregullator. Kemi të bëjmë me një listë unike, e cila duhet të garantojë që 1 në 3 fitues të jenë nga gjinia më pak e përfaqësuar, thuhet ndër të tjera në ankesën e Ullirit, që është renditur e treta në listën e hapur me 5601 vota në Durrës, pas Aulon Kalas me 7291 dhe Arjan Dojës me 8249 vota.